Skandali i dyshuar i 1400 kontenierëve me mbetje nga Italia nisur nga Gioia Tower dhe shkarkuar në Durrës zhdukur në mënyrë të mistershme në territorin shqiptar, po del ditë pas dite në pasi një lajm i rrem, fake news, i prodhuar në Itali dhe i ricikluar në Shqipëri pas një verifikim. Një lajm i mirë ky për qytetarët shqiptarë dhe për mjedisin, por edhe një faqe tjetër e turpshme për politikën dhe gazetarinë shqiptare, që ka kopjuar më të keqen nga gazetaria italiane. Shqiptaria.com ka bërë një investigim në Itali pranë drejtorisë së përgjithshme të doganave dhe pranë organizmave të tjera shtetërore italiane dhe shqiptare për të verifikuar nëse është e vërtetë që nga portet italiane janë nisur apo jo kontenierë me plera të drejtuara për në Shqipëri dhe të destinuara për në Maqedoni nga shoqëria italiane FCL Ambiente. Portali që publikoi këtë lajm është hapur vetëm 3 muaj më parë, drejtuar nga Maria Palma, gruaja e ish senatorit të së djatës italiane Sergio De Gregorio, ish gazetar jetuar për pjesëmarrje në grupe mafioze dhe korrupsion. I gjithë shtypi italiane ka ignoruar dhe vazhdon ta ignorojë këtë lajm, pikërisht nisur nga besueshmëria e pakët e burimit. Pavarësisht nga kjo mungesë absolute e verifikimeve, lajmi u riprodhua nga gati të gjitha mediat shqiptare të afërta me Partinë Demokratike dhe nga vetë liderët politik të partisë Lulzim Basha dhe Sali Berisha. Sipas portalit italian, nuk ka qenë një trafik i palishëm, por një tregti zyrtare plerash të përfunduara në Shqipëri. Por të eksportosh plerat nga Italia në një vend jashtë Bashkimit Evropian është një procedurë tmerrsisht komplekse. Direktiva Europiane CE 1013 e 2006 kërkon bashkë me shumë kushte të tjera një autorizim nga 3 shtete: Italia, vend i nisjes, Shqipëria, vend tranziti dhe Maqedonia, vendi destinacionit përfundimtar. Kështu të 3 qeveritë duhet të informohen për gjithçka dhe duhet të autorizojnë operacionin. Përpos kësaj, Bashkimi Evropian ndalon kategorikisht eksportimin e mbetjeve të rrezikshme dhe të mbetjeve urbane siç mblidhen në qytet. Por pa verifikuar nëse të paktën njëra prej 3 qeverive e kishte autorizuar ndonjëherë eksportin, portali italian shkruajti se operacioni i eksportimit të plerave u zhvillua normalisht. Dokumenti i vetëm që portali italian sjell si provë është një vendim i Agjencisë Territoriale ATO që grumbullon gjithë komunat kryesore të provincës së Barit, i shkurtit të 2016-s, në të cilin flitet për propozimin që ka bërë firma FCL Ambiente për t'i dhënë mbeturinat e provincës së Barit kësaj kompanie me një çmim më të mirë se ai që paguhet impianteve të tjera. Po ta lexosh me hollësi, del shumë qartë se në dokument nuk autorizohet nënshkrimi i kontratës, por autorizohen vetëm verifikime dhe sqarime të mëtejshme për të verifikuar që FCL Ambiente të respektojë të gjitha normat e parashikuara në fushën e eksportimit të mbeturinave. Kështu që dokumenti i botuar nuk konfirmon fare lajmin e portalit italian. Por çfarë ka rezultuar tjetër nga investigimi i gazetarëve të Shqiptaria.com? Asnjë kontenier me plera nuk është nisur nga Italia drejt Shqipërisë apo Maqedonisë. Të gjitha doganat italiane janë të lidhura me një rrjet të vetëm informatik ndërkombëtar që përfshin edhe Shqipërinë dhe Maqedoninë për të verifikuar mallrat që kalojnë tranzit. Një burim i Shqiptaria.com në drejtorinë e përgjithshme të doganave në Rom verifikoi se FLC Ambiente Frosinones nuk ka eksportuar kurrë mbeturina drejt ndonjë shteti të huaj, pra jo vetëm drejt Shqipërisë apo Maqedonisë. Në vitin 2013, nga dogana e Brescias, FLC ka eksportuar vetëm një ngarkesë drejt Maqedonisë për një pjatë për përpunimin e plerave. Në vitin 2014, një ngarkesë e dytë me vegla pune u eksportua nga dogana e Gorizjas. Nga Bari nuk ishte dhënë asnjë mbeturinë shoqërisë FCL Ambiente. Agjencia ATO e Barit e kontaktuar nga Shqiptaria.com përgënjeshtron lajmin e përdorur si provë nga portali italian që ka nënshkruar një kontratë me FCL Ambiente për dhënien e mbeturinave për t'i nisur drejt Shqipërisë. Është e vërtetë që kemi marrë një propozim tregtar dhe pas kësaj hetuam tregun. Po hetimi ynë nuk është përfunduar ende, kështu që asnjëherë dhe asnjë gram i vetëm nga mbeturinat tona nuk është nisur jashtë Italisë, tregon avokati Gianfranco Gradaliano, komisari i rajonit të Puljas për administrimin e mbeturinave, që kontrollon edhe ATO-n e Barit. Pra nga investigimi Shqiptaria.com, rezulton se shoqëria FCL Ambiente në vitin 2016 nuk ka eksportuar jashtë Italisë asnjë kontenier me mbeturina dhe as me mallra të tjerë, siç pretendon portali italian dhe disa media shqiptare, me përjashtim të 2 ngarkesave të vetme në vitin 2013 dhe 2014 me material teknik. Nga portet e Barit dhe Gioia Towers nuk janë nisur asnjëherë kontenier të shoqërisë FCL Ambiente drejt Shqipërisë apo Maqedonisë dhe as drejt ndonjë vendi tjetër. Asnjë mbeturinë e Barit nuk i është dhënë ndonjëherë FCL Ambientes. Pika maqedonase e grumbullimit Drisla në pronësi të FCL Ambiente nuk ka importuar kurrë mbeturina nga jashtë. Sistemi i doganave shqiptare është i lidhur me atë italian dhe është e pamundur që edhe vetëm një kontenier në tranzit të humbë në rrugë sipër pa lëshuar alarmin në 2 vendet. Asnjë vend i Bashkimit Evropian nuk është autorizuar të eksportojë drejt Shqipërisë apo Maqedonisë asnjë mbetje toksike apo radioaktive. Ministria Shqiptare e Mjedisit nuk ka lëshuar asnjë autorizim për tranzit të kontenierëve dhe autoritetet italiane nuk e kanë kërkuar. Nuk rezulton që prokurori i përgjithshëm italian i antimafjas gjatë vizitës së tij në Tiranë të ketë folur për këtë çështje. Ajo që mbetet është historia e përsosur se si lindi dhe demaskohet një fake news. Sot kjo tematik do të thellohet gjatë emisionit Versus në Report TV,
ku do të marrin pjesë gazetari Carlo Bolino, ambientalisti Sazan Guri dhe analistë të tjerë.